Shkolla Digjitale e Kosovës prezanton inovacionet në arsim në konferencën më të madhe botërore të teknologjisë në BET në Londër. Shkolla Digjitale, kompania themeluar në Kosovë në vitin 2015 me 40 lokacione aktive në mbar botën, po merr pjesë në BET, eventi më i madh global për edukim dhe teknologji, i cili mbahet nga 21 deri 23 janar në Excel në Londër. Këtë vit BET mblodhi rreth 35.000 pjesëmarrës nga gjithë bota, përfshi emra të mëdhenj si Microsoft, Amazon, Cisco, Canva, edukator, institucione publike, vendimarrës ndërkombëtar. Shkolla Digjitale është vetëm një kompani nga Kosova që prezantohet në BET UK 2026. Gjatë ditës së parë të eventit, Darsa Joriza, i bashkëthemelues dhe CTO i shkollës, prezantoi When AI Meets Education. Reimagine Student Motivation and Scale, ku trajtua një nga sfidat kryesore të arsimit sot, motivimi i nxënësve dhe angazhimi i tyre në procesin dhe vlerësimin mësimor.